në aspekti kushtetues, sepse ajo nuk është parlamentarizm, ajo është, do të thotë, presion jo kushtetues mbi vullnetin e deputetëve. Ajo, do të thotë, është palejueshme. Prandaj, gjykata tash ka me tregu, prapë përsëris, duhet me tregu mbas të asaj që ka marrë masën e përkohshme, të pezullimit të dy punës së dy organe, efektit të dekretit dhe të do të tregoj, do të thotë, ajo para të dhe pezom edhe hipotetikisht po të thotë, që shkohet në zgjedhje me automatizëm. Prap nuk shkohet si pasojë e dekretit zonës Osmani. Ai dekret nuk mund të jetë kushtetues në asnjë rrethon. Për shkak edhe pse mund të thuhet, mund të shkoj, po dekretimi bëhet me dekret tjetër. Po. Mbi bazën e vendimit të gjyqit e krijohet një bazë e re, siç është ajo e neni 82. Për shkak se mas pari s'ka pas asnjë konsultim, që pezom në rastin hipotetik. Po përsëris, sistem parlamentar s'mundet pa u pyet, do thotë, forcat politike, pa u thirrë. Shumica e raste thashë ka me kryeministrin, japën do të thotë, japën arsyet, por nuk mundesh ato bazat që i janë referuar në dekretin, baza e kushtetues është e qartë.